stërvitje rutinore që bën nga ushtria e Serbisë dhe asgjë më tepër. Për qytetarët tonë vlen ajo thënia shumë e përmendur kohëve të fundit, duhet jemi shumë vigjilent, shumë të kujdesshëm dhe të mos bijem prej provokimeve që den bëj Serbia. Shteti i Serbisë këto stërvitje i bën më tepër me domethënie politike se sa domethënie ushtarake, sepse duke u nisur edhe nga një retorikë që kemi dëgjuar pak ditë më herët nga vetë presidenti Vučić, ai ka përdorur një retorikë mjaft të ashpër, duke thënë se tani më Serbia, shtetin që ai përfaqëson, po përgatitet për një sulm të mundshëm për të mbrojtur nga bashkëpunimi trinomit që është Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci. Dhe këtë retorik frika është se ai di ta shoqëroj edhe me aktivitete ushtarake dhe me provokime të tilla, siç e kishim gjatë ditës së djeshme në qytetin e Bujanocit. Ardita, Serbia po kalon ose po futet në një vit zgjedhor, a mund të jetë kjo për konsum politik që t'i konvenoj Vučićit, edhe kjo gjuhë e kësaj frike për një sulm të mundshëm nga ai trinom që e quan Kosovë, Shqipëri, Kroaci, Vučići në planin e brendshëm politik, po e quaj kështu? Asnjë veprim i Serbisë dhe i presidentit Vučić nuk bëhet pa u menduar mirë. Fillimisht me këtë, Vučić përçon mesazhe në dy aspekte. Në aspektin e brendshëm, mundohet që të bëjë një demonstrim